Qeveria gjermane planifikon të zbatojë një marrëveshje koalicioni javën e ardhshme për të forcuar më tej ligjet e emigracionit, të cilat përfshin heqjen e procedurës së përshpejtuar për marrjen në shtetësisë gjermane dhe ndalimin e bashkimit familjar për njerëzit me mbrojtje shtesë. Deri më tani, deri në 1000 njerëz në muaj mund të emigronin në Gjermani si pjesë e programit të bashkimit familjar. Tani ky është fundi, tha ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt në një intervistë për Bild. Ai shpjegoi se në mbledhjen e kabinetit këtë të mërkurë, qeveria do të kalojë ndryshimet në ligj, për të cilat është rënë dakord në marrëveshjen e koalicionit të qeverisë së re, të cilat kanë të bëjnë me ndalimin e programit të bashkimit familjar dhe heqjen e përshpejtuar të marrjes së shtetësisë. Personat që gëzojnë tash të quajturën mbrojtje shtesë në Gjermani nuk mund të marrin më anëtarë të familjes në Gjermani. Personat në mbrojtje shtesë janë persona të cilëve nuk u është dhënë azil, por nuk dëbohen sepse kërcënohen me përsekutim ose jeta e tyre është në rrezik në vendin e origjinës. Pasi të pushojë rreziku në vendin e tyre të origjinës, për shembull, pas përfundimit të luftës, pushon së zbatuari dhe mbrojtja. Në të njëjtën kohë, ligji i miratuar së Fondit për marrjen e përshpejtuar të shtetësisë gjermane, pas vetëm 3 vitesh qëndrimi në Gjermani, po shfuqizohet. Ne duhet të eliminojmë faktorët që tërheqin refugjatët në Gjermani, dhe duke e bërë këtë, ne tregojmë se politika e emigracionit në Gjermani po ndryshon, tha Dobrindt.